Dera ishte e mbyllur. Nga brenda, 300 të ftuar qëndronin në këmbë, kori në heshtje, prifti i palvizur dhe dhëndri me sytë e ngulur të dera prej lisi, sikur mund të shite përtej saj. Askush nuk fliste, askush nuk lëvizte. Ishte ai momenti sakt kur një dasmë mban frymën e gjithë botës dhe pret. Muzika kishte filluar, shenja ishte dhënë, nusja duhej të kishte hyrë, por dera nuk u hap. 30 sekonda. 1 minutë. 1 minutë e gjysmë. Jashtë, makina e bardhë ishte ndalur. Nusja ishte brenda, me derën e mbyllur. Ajo nuk po qante, nuk ishte në panik. Shikonte përreth me një shprehje të çuditshme, sikur kërkonte dikë, sikur refuzonte të dilte pa e gjetur. Dhe atëherë, një burr ju afrua makinës. Zbathur, me rroba të vjetra, i njëjti burr që ishte dëbuar 3 herë atë pasdite. Dritarja e makinës u ul dhe nusja buzëqeshi. Marina ishte 7 vjeç kur mësoi se ekzistonte një mënyrë e duhur për të bërë një listë. Jo një listë blerjesh apo detyrash shkolle, por një listë të ftuarish. Baba i saj, Antoni, ishte një burr me pak fjalë dhe shumë qëndrueshmëri. Punonte si kontabilist në një zyrë të vogël dhe çdo ditë kthehej në shtëpi në të njëjtën orë, lante duart dhe ulej në tavolinë me familjen. Nuk kishte asgjë spektakolare në rutinën e tij. Ishte një njeri i zakonshëm në kuptimin më të bukur të fjalës, besnik në gjërat e vogla dhe i përkushtuar në detaje që askush nuk i shite. Çdo muaj, kur kishte ndonjë darkë të veçantë apo ndonjë arsye për të bërë një listë të ftuarish, ai e thërriste Marinën të ulej pranë tij. Ai merrte një copë letër dhe, përpara se të shkruante ndonjë emër, bënte gjithmonë të njëjtën gjë. Merrte një fletë të veçantë dhe shkruante me kujdes, shkronjë pas shkronje, Jezusi, i ftuari numër 1. Pastaj e ngrinte letrën drejt tavanit, mbyllte sytë dhe thoshte me zë të ulët, Zot, para çdo njeriu tjetër, ti je i ftuari i parë në këtë shtëpi. Marina nuk e kuptoi menjëherë, por e ruajti këtë kujtim. Ishte si një farë që mbillet pa e ditur dhe rritet më vonë. Vite më vonë, Antoni ndërroi jetë pa pritur. Marina nuk pati kohë për një lamtumir të plotë. Dhimbja ishte e thellë, por mësimet e tij mbetën gjallë brenda saj. Ajo vazhdoi jetën dhe një natë takoi një burr që do të ndryshonte gjithçka. Rafaeli ishte arkitekt, një njeri i qetë dhe i sinqert. Ata u dashuruan dhe pas një kohe ai i propozoi martesë. Marina pranoi pa hezitim. Përgatitjet për dasmën zgjatën muaj. Gjithçka ishte e organizuar me kujdes, nga katedralja madhështore deri te lista e gjatë e të ftuarve. Por një natë, ndërsa ishte vetëm, Marina mori një zarf të bardhë dhe shkroi, Jezusi, i ftuari numër 1. Ajo ngriti letrën dhe pëshpëriti, Zot, dua të hyj me ty. Kur njerëzit e pyesnin me kë do të hynte në kish, ajo përgjigjej qetë, do të hyj me Jezusin. Shumë buzëqeshnin me mirësi, duke menduar se ishte një metaforë. Askush nuk e kuptoi se ajo e kishte seriozisht. Ditën e dasmës, gjithçka ishte gati. Katedralja ishte plot, ajri i mbushur me pritje. Por jashtë, një burr i thjeshtë qëndronte pranë hyrjes. Zbathur, i qetë, i sigurt në praninë e tij. Koordinatorja e dasmës, Patricia, ju afrua me një buzëqeshje profesionale. A mund t'ju ndihmoj? E pyeti. Jam i ftuar, u përgjigj ai. Ajo kërkoi një ftesë, por ai vetëm përsëriti, jam i ftuar. Ai nuk u largua me zemërim, nuk u mbroj. Vetëm qëndroi aty, me një qetësi që nuk shpjegohej. Disa të ftuar e pan dhe u ndjen në siklet. Të tjerë e injoruan. Edhe prifti, Henrik, doli dhe ju afrua me një ton të sjellshëm por të vendosur. Kjo është një ceremoni private, i tha ai. Por burri nuk u trazua. Brenda, koha vazhdonte të kalonte dhe dera mbetej e mbyllur. Tensioni rritej. Dhëndri, Rafaeli, ndjente se diçka e pazakont po ndodhte. Jashtë, Marina më në fund pa atë që kërkonte. Sytë e saj u ndalën te burri zbathur. Një buzëqeshje e thellë i ndriçoi fytyrën. Ajo hapi derën e makinës dhe doli. Të gjithë mbajtën frymën. Ajo eci drejt tij pa hezitim. Nuk kishte frikë, nuk kishte dyshim. Vetëm siguri. Kur arriti pranë tij, i zgjati dorën. Po të prisja, tha ajo me një zë të qetë. Burri e pa me një dashuri që nuk kishte nevojë për shpjegim. Ai mori dorën e saj dhe së bashku ecën drejt derës së katedrales. Brenda, dera më në fund u hap. Të gjithë u kthyen. Nusja hyri, por nuk ishte vetëm.
Ajo ecte me një burr që askush nuk e kishte pranuar, që askush nuk e kishte njohur. Dhe në atë moment disa filluan të kuptonin. Jo të gjithë. Jo me njëherë, por diçka ndryshoi në ajër. Sepse ndonjëherë i ftuari më i rëndësishëm nuk është ai që ka një vend të rezervuar, por ai që ne zgjedhim ta njohim. Dhe Marina e kishte njohur. Vetëm të ftuarit mund të qëndrojnë këtu, tha dikush me një ton të prerë. Jam i ftuar, u përgjigj burri. Prifti Henrik mori frym thellë nga hunda, duke mbajtur një qetësi të disiplinuar. Ai ishte mësuar me situata të papritura, por kjo ishte ndryshe. Kishte diçka në mënyrën si burri qëndronte, pa frikë, pa ngut, pa kërkuar asgjë, që e shqetësonte më shumë se sa do të donte ta pranonte. Më duhet t'ju kërkoj të prisni jashtë portës, tha ai me një zë të sjellshëm, por të vendosur. Kjo është kisha ime dhe kam përgjegjësinë të siguroj që gjithçka të zhvillohet me rregull. Shumë mirë, tha burri, duke bërë një hap pas. Prifti u kthye brenda, me ndjesinë se kishte zgjidhur një problem të vogël përpara se të bëhej i madh. Ndërsa burri mbeti aty ku ishte tërhequr, teknikisht jashtë, por ende i pranishëm, ende i patundur. Me afrimin e ceremonisë dhe ardhjen e të ftuarve të fundit, ai u bë një temë e heshtur që qarkullonte mes grupeve të njerëzve. Fjalët nuk thuheshin me zë të lartë, por syri e tradhtonte mendimin. Sigurimi, Filipi mori udhëzime dhe u pozicionua pranë portës. Kur burri tentoi të afrohej sërish, Filipi vendosi dorën në gjoksin e tij me një vendosmëri të edukuar. Zotëri, ju lutem. Ngjarja është private. Jam i ftuar, tha burri përsëri me të njëjtën qetësi. Filipi e pa nga kokat e këmbët me atë shikim të zakonshëm të njerëzve që mendojnë se kanë kuptuar gjithçka brenda pak sekondash. Nuk pa asgjë që i ngjante një të ftuari. Pranë tyre, një kushëri i Rafaelit, i quajtur Diego, po vëzhgonte gjithçka. Ai u përkul drejt gruas së tij dhe tha me një ton që nuk ishte aq i ulët sa mendonte. Ky njeri qen ka ndonjë i afërm i Rafaelit? Gruaja e tij Mezi e mbajti një të qeshur. Një tjetër, Xhaxhai Geraldi, vendosi të ndërhynte. Ai kishte atë energjinë e njerëzve që duan të zgjidhin gjithçka shpejt dhe pa komplikime. Më lër mua, tha ai. Ai ju afrua burrit me një buzëqeshje të lodhur nga mirësjellja. Shiko, mik, e kuptoj që ndoshta je ngatëruar, por kjo është një dasmë familjare. Nuk është e hapur për publikun. Jam i ftuar, përsëriti burri. Nuk kishte shpjegim tjetër. Nuk kishte justifikim, vetëm atë fjali. Geraldi priti për diçka më shumë, por asgjë nuk erdhi. Ai ngriti duart sikur të thoshte bëra çfarë munda dhe u largua. Pak më larg, vet Rafaeli pa gjithçka. Ai doli për një moment nga dera anësore dhe e vuri re burrin pranë portës. Ndiu një shqetësim të lehtë, jo nga prania e tij, por nga ajo që përfaqësonte. Ishte si një njollë në një pikturë perfekte. Ai u kthye drejt kumbarit dhe tha me zë të ulët, dikush duhet ta largoj atë njeri përpara se të vijë Marina. Kumbarit i mjaftoi një tundje koke, dhe kështu, të paktën 2 herë atë pasdite, sigurimi u vendos mes burrit dhe hyrjes. 2 herë ai u tërhoq pa kundërshtim. Dhe 2 herë, kur dikush e pyeti pse nuk largohej një herë e mirë, ai tha të njëjtën gjë, jam i ftuar. Kur ora shënoi 4:30, gjithçka ishte gati. Muzikantët morën vendet e tyre, kori u ngrit, të ftuarit u qetësuan. Dera u mbyll për hyrjen madhështore. Rafaeli qëndronte pranë altarit me zemrën që i rrite më shpejt. Ai shikonte derën me atë pritjen që i kthen të rriturit në fëmijë për pak çaste. Muzika filloi. Por dera nuk u hap. Kaluan sekonda që dukeshin si minuta. Pastaj minuta që dukeshin si përjetësi. Brenda, tensioni filloi të ndihej si një valë e padukshme. Jashtë, makina e bardhë ishte ndalur. Marina ishte brenda, e qetë, me sytë që kërkonin diçka në rrugë. Asgjë nuk po ndodh si në plan, përshpëriti ndihmësi i organizimit. Po vi, tha Marina, por nuk lëvizi. Sepse ajo nuk po priste momentin. Ajo po priste dikë. Dhe atëherë ai u shfaq. Burri që kishte qëndruar gjithë kohën jashtë portës filloi të ecë drejt makinës. Ngadalë. Pa nxitim. Sikur çdo hap ishte i sigurt. Filipi bëri një hap për ta ndalur, por ishte vonë. Burri arriti te makina dhe qëndroi pranë dritares. Dritarja u ul. Marina e pa. Dhe buzëqeshi. Jo një buzëqeshje formale.
Jo një buzëqeshje e sjellshme për një të panjohur. Ishte buzëqeshja e dikujt që më në fund sheh atë që ka pritur. Ajo hapi derën, doli dhe qëndroi përballë tij. E pranove ftesën, tha ajo. Ai nuk foli menjëherë. Vetëm uli pak kokën në shenjë pohimi. Në sytë e tij kishte diçka që Marina e njohu menjëherë, një ngrohtësi e vjetër, një prani që nuk kishte nevojë për emër. Ajo i ofroi krahun. Ai e pranoi. Dhe së bashku, ecën drejt derës. Kur dera u hap, drita e pasdites hyri brenda si një val e ardhë. Në fillim, njerëzit pan një gabim. Një nuse madhështore dhe një burr i veshur keq, zbathur, jashtë çdo standardi. Disa u skandalizuan. Disa u turpëruan. Disa nuk dinin ku të shikonin. Por pastaj diçka ndryshoi. Jo në burrin. Në sytë e tyre. Ajo që dukej si rroba të vjetra filloi të humbiste rëndësinë. Prania e tij u bë më e madhe se pamja. Qetësia e tij mbushi hapësirën. Dhe një kujtim filloi të përhapej si një përshpëritje. Ajo tha se do të hynte me Jezusin. Fjala që ishte trajtuar si metafor tani ishte përpara tyre. Nuk pati dritë të verbër. Nuk pati zë nga qielli. Vetëm një kuptim që depërtoi thellë. Ata nuk po shihnin një njeri të zakonshëm. Ata po shihnin atë që kishin refuzuar të njihnin. Pendesa ra mbi sallë si një val e heshtur. Ata që kishin gjykuar ndjen peshën e gjykimit të tyre. Ata që kishin përqeshur ndjen boshllëkun e tyre. Çdo hap i tij mbi tapet sillte paqe. Dhe për herë të parë, ajo dasmë nuk ishte thjesht një fesë. Ishte diçka e shenjtë. Më vonë, kur Marina u pyet për atë moment, ajo tha diçka që askush nuk e harroi, ai nuk ndryshoi. Ishte i njëjti njeri, ajo që ndryshoi ishte mënyra si ju e patë. Sepse kur sheh me dashuri të vërtet, pa gjykim, pa krenari, pa frikë maskat bien. Dhe e shenjta bëhet e dukshme. Sepse e shenjta nuk ka nevojë për luks për t'u vënë re. Ajo ka nevojë vetëm për sy që din të shohin. Ai vishet me njerëzimin për t'u dashur. Ju e pat mbretin vetëm sepse, në atë çast, ndaluat se kërkuari lypsin. Atë Henrik kishte drejtuar ceremonin në atë katedrale për 36 vjet. Ai kishte parë nuse që humbnin ndjenjat nga emocionet, dhëndur që mbërrinin me vonesë, fëmijë që vraponin në korridor në momentin më solemn të shkëmbimit të unazave. Kishte dëgjuar të qara të çdo lloji, rrëfime dashurie në çdo formë e në çdo ton. Me kalimin e 3 dekadave, ai kishte ndërtuar një lloj mburoje profesionale ndaj emocioneve të çastit, jo sepse nuk ndjente, por sepse duhej të ruante drejtimin e ceremonisë me qëndrueshmëri dhe qartësi. Ai po shikonte drejt derës kur ajo u hap. Pa Marianën tashmë me emrin e saj në shqip, e butë dhe e fortë njëkohësisht, pa fustanin, vellon, buqetën dhe pa burrin. Atë Henrik mbeti i palvizur. Nuk ishte sikleti ai që e ndaloi. Ishte diçka tjetër. Një kujtim, një fragment i shenjtë që e kishte lexuar qindra, ndoshta mijëra herë, që e kishte shpallur në predikime e mesh gjatë gjithë jetës së tij meshtarake, dhe që papritur pushoi së qeni tekst dhe u bë pamje e gjallë përpara syve të tij. Pata uri dhe më dhatë për të ngrënë. Pata etje dhe më dhatë për të pirë. Isha i huaj dhe më pranuat. Ai kishte predikuar për këto fjalë. I kishte shpjeguar. I kishte mësuar. Dhe tani, përpara tij, ishte një nuse me fustan të hollë e të shtrenjtë, në ditën më të rëndësishme dhe më të planifikuar të jetës së saj, duke hyrë krah për krah me një burr që vet ai, pak orë më parë, e kishte larguar me autoritetin e atij që mendon se mbron shtëpinë e Zotit. Atë Henrik uli kokën. Jo për të lexuar, jo për të vazhduar ceremoninë. Ishte një gjest i thjeshtë, por i thellë, gjesti i një njeriu që e kupton se ka gabuar. Kur Mariana dhe burri arritën në mes të korridorit, ai ngriti sytë. Sytë i ishin mbushur me lot dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ai nuk dinte saktësisht se çfarë do të thoshte kur të vinte momenti për të folur. Rafaeli, tashmë Rafaeli në shqip, kishte ndjekur hyrjen e nuses me sytë, si çdo dhëndër, me atë përzierje emocionesh që janë njëkohësisht pritje dhe prani e plot në moment. Por pastaj edhe ai e kuptoi atë që po shite. Mariana. Burri. Krah për krah. Ai e njihte Marianën. E njihte historinë e saj. E njihte zarfin me numrin 1 të shkruar me dorë. Kishte qenë aty kur ajo e kishte ngritur drejt qiellit dhe kishte folur me një zë të vogël, por të vendosur.
dhe kishte heshtur, pa ditur çfarë të thoshte, me respektin e atij që ndjen se është pranë diçkaje më të madhe se vetja. Tani ai kuptonte edhe më pak, dhe njëkohësisht kuptonte në një mënyrë që nuk mund të shprehej me fjalë. Ata arritën te altari. Burri qëndroi për një çast pranë Marianës, përballë atë Henrikut, përballë Rafaelit, përballë Korit që kishte ndalur këngën dhe përballë gjithë sallës që dukej sikur kishte ndalur frymëmarrjen. Pastaj ai mori dorën e Marianës dhe e vendosi mbi dorën e Rafaelit. Ai e pa dhëndrin në sy. Rafaeli nuk mundi ta mbante atë shikim për shumë gjallë. Jo sepse ishte kërcënues. Përkundrazi. Ishte lloji i shikimit që sheh gjithçka dhe megjithatë nuk gjykon asgjë. Një shikim që njeriu e kërkon gjithë jetën dhe rrallëherë e gjen. Burri foli. Zëri i tij ishte i ulët, por në atë heshtje ai arriti në çdo cep të katedrales. E pranova ftesën e saj. 5 fjalë. Rafaeli nuk arriti të përmbahej. Lotët i dolën nga një vend që nuk ishte as trishtim, as gëzim. Ishte ai vend i tretë, pa emër të saktë, që njeriu e viziton vetëm kur përballet me diçka tepër të vërtetë për t'u përpunuar ndryshe. Burri lëshoi duart e tyre. U kthye. Dhe filloi të ecte drejt daljes me të njëjtën qetësi me të cilën kishte hyrë. Pa ngutje. Pa bujë. Me hapat e dikujt që e di saktësisht ku po shkon. Njerëzit hapnin rrugë pa e kuptuar që po hapnin. Disa përpiqeshin ta shihnin më mirë, si për të ruajtur atë imazh në kujtesë. Por ishte e vështirë, jo sepse ai zhdukej, por sepse prania e tij i bënte njerëzit të harronin nevojën për të kapur momentin. Ai arriti të dyert e mëdha, doli dhe ato u mbyllën pas tij. Heshtja që mbeti ishte ndryshe nga ajo që kishte qenë para ceremonisë. Ishte një heshtje e mbushur. Një heshtje me prani. Atë Henrikut ju desh një moment për të gjetur zërin. Dhe kur e gjeti, ai nuk ishte më i njëjti. Ai nuk fliste më si dikush që mëson të tjerët. Ai fliste si dikush që sapo kishte mësuar diçka thelbësore. Vëllezër dhe motra, tha ai, më falni. Unë do ta nisja këtë ceremoni duke folur për dashurinë, por dashuria sapo kaloi atë derë dhe doli në rrugë. Ai ndaloi për një çast. Për 36 vjet kam qëndruar në këtë anë të altarit, duke menduar se isha unë ai që sillte praninë e Zotit në këtë vend. Sot kuptova se ai ishte jashtë, mbi gurët e ftohtë të rrugës, duke pritur që dikush të kishte guximin t'i jepte krahun. Mariana dhe Rafaeli u martuan atë pasdite, ashtu siç ishte planifikuar. Me korin, me lulet, me dritaret e bukura shumë ngjyrëshe që përhapnin dritë mbi të gjithë. Por askush nga ata që ishin aty nuk e përshkroi dasmën përmes dekorit, as përmes fustanit, as përmes organizimit. Ata flisnin vetëm për atë burr, dhe për atë zë që vazhdonte të jehonte, e pranova ftesën e saj. Pas ceremonisë, dikush shkoi te porta anësore prej hekuri. Nuk kishte askën. Asnjë shenjë. Sikur askush të mos kishte qenë aty për orë të tëra. Asnjë nuk kishte arritur ta fotografonte. Jo për ndonjë arsye të mistershme. Por sepse, kur ai ishte aty, njerëzit thjesht harronin të përdornin telefonat. Ishte ajo lloj pranie që të bën të ndalosh së regjistruari dhe të fillosh të jetosh momentin. Më vonë, kur nata kishte rënë dhe festa po i afrohej fundit, Mariana doli në kopshtin e jashtëm. Rafaeli e ndoqi pa thënë asgjë, qëndroi pranë saj. Ajo po shikonte qiellin. Babai im gjithmonë thoshte se Jezusi nuk mungon kurrë, tha ajo me një zë të qetë. Pyetja është nëse ne e njohim. Rafaeli heshti për një moment. Ti e njohe, tha ai. Unë po e prisja, u përgjigj ajo. Kur pret me të vërtet, bëhet më e lehtë të njohësh. Ata qëndruan aty për disa minuta, me muzikën që vinte në val nga salla, me qiellin plot yje mbi ta dhe me një qetësi të thellë në zemër, qetësinë e atyre që sapo kanë filluar një histori që do të zgjasë gjithë jetën. Historia që u përhap në qytet nuk ishte ajo e dasmës më të bukur, ishte historia e një gruaje që ngriti një zarf drejt qiellit. Dhe e një Zoti që, me përulësi, e pranoi ftesën. Por pyetja që mbetet nuk është për atë burr. As për atë që ai ishte. As për atë që ndodhi. Pyetja është për listën tënde. Jo listën e dasmës. Jo listën e ëndrave apo planeve. Por listën e përditshme, atë të njerëzve dhe gjërave që vendos të parat kur zgjohesh. Atë që kërkon para se të marrësh vendime. Atë që përfshin në gëzimet dhe në vështirësitë e tua.
Nëse Jezusi është në listën tënde, në cilin vend është ai? Dhe nëse nuk është në vendin e parë, ndoshta kjo është e vetmja gjë që duhet ndryshuar për të ndryshuar gjithçka tjetër. Sepse kishte nga ata që e dinin këtë. Dhe kishte nga ata që atë ditë e mësuan për gjithmonë.